Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Start Kultur në RTK. Sot do të flasim për një ngjarje të rëndësishme që do të zhvillohet në fund të këtij viti, e cila pritet të sjellë në vëmendje artin dhe kulturën në një nivel ndërkombëtar. Bëhet fjalë për projektin 195 global, një iniciativë që synon të bashkojë artistë nga 195 vende të botës, duke e përdorur artin si një gjuhë universale që lidh kultura dhe njerëz nga i gjithë globi. Në këtë kuadër edhe Kosova do të jetë pjesë e këtij projekti, e përfaqësuar nga një artist i njohur i artit pamor, i cili me veprat e tij ka ndërtuar një identitet të veçantë artistik dhe ka tejkaluar kufit vendor. Për të na treguar më shumë rreth këtij projekti dhe pjesëmarrjes së tij në këtë platformë ndërkombëtare, sot përmes videolidhjes kemi kënaqësinë të mirëpresim artistin Avni Beluli. Përshëndetje, zotri Beluli. Përshëndetje, Ardiana, faleminderit për ftesën. Zotri Beluli, si po ndiheni që do ta përfaqësoni Kosovën në këtë projekt 195 global? Po, si çdo krijues edhe unë jam mjafti emocionuar dhe kam kënaqësinë që artin, krijimtarinë time ta shpërfaqi edhe kësaj here jashtë kufive të Republikës së Kosovës. Dhe ishte një ngjarje shumë me rëndësi, posa më erdhi ftesa që të aplikoja për këtë ngjarje kulturore që përfshin 195 vendet e botës, 195 artistë, edhe unë të jem pjesë e kësaj ngjarje që zhvillohet në Bern të Zvicrës fund vitit që po vijnë. Kur jemi tek Zvicra, do zhvillohet ekspozitë fizike dhe a do të jeni pjesë e saj? Po, zakonisht aplikacionin e kemi bë online, duke dërguar materialin, domethënë veprat. Ata kanë përgjellë një vepër timën, është loja me kafsh, ku si protagonist, si zakonisht, është Kali në lojën e tyre. Është një vepër në pelhur, dimensionin 160 me 120, teknikë mikse, kështu e kombinuar, dhe këtë vepër e kanë përgjellë që do ta përfaqësoj domethënë Kosovën në këtë ngjarje kulturore që zhvillohet në fund vit, pra në Bern të Zvicrës. Dhe si mendoni se do të pritet kjo vepër e juaja nga publiku ndërkombëtar? Po shpresojmë bazë të dhënave informacione që na ka dërguar organizatori gjermani, është pëlqyer mjaft mirë dhe bile ka bën një këshill kështu, më ka këshilluar që mos ta shes veprën që ndërkohë nëse kam ndonjë ofertë për ta shitur, sepse është përgjellë që të prezantohet fizikisht në këtë ekspozitë shumë dimensionale që zhvillohet në Zvicër. Domethënë do ta ruaj dhe këtë vepër tani do ta sjell edhe fizikisht, do ta dërgoj përmes postës, sepse ashtu e kanë kërkuar. Shitja, zotri Beluli, a presni që do të ketë interes nga koleksionistë apo galeri gjatë këtij projekti? Po, sigurisht interesimi është mjaft i madh, pasi që unë nuk e kam njohur fare organizatorin atë këshillin organizativ të kësaj ngjarje, po veprat e mia që një kohë të gjatë janë shpërfaqur nëpër rrjetet sociale, nëpër ekspozita ndërkombëtare, shtete të ndryshme, dhe sigurisht i paskaron sy puna ime njerëzve të artit, të koleksionistëve, dhe më kanë përgjellë po e cekë njerëz sepse nuk e njeh asnjë prej këtyre organizatorëve, po që është vlerësuar puna ime, ndoshta kanë has dikon këtë punë time dhe e kanë përgjellë. Andaj edhe jam mjaft i lumtur që jam pjesë e kësaj ngjarje kulturore. Është një ngjarje mjaft e madhe, sepse sipas të dhënave që kam siguruar informacioneve, ka artistë shumë të mirëfillt, të cilët janë përgjellë, domethënë kanë kaluar nëpër një filtri, nëpër një site të cilët jo gjithkusht ndoshta ka pas mundësi të jetë pjesë e kësaj ngjarje. Andaj edhe unë jam mjaft i kënaqur që do ta prezantoj Kosovën dhe shpërfaq një punë time në këtë ngjarje në fund të vitit, në prag të Kështëndellave.
Kur jemi tek përfaqësimi, zotri Veluli, ishte sfiduese, do t'jetë sfiduese, themi kështu, që do ta përfaqësoni një shtetin tuaj, Kosovën, në këtë platformë globale? Po, gjithsesi është sfiduese, prandaj arti tani më ka marrë një dimension mjaft të gjerë, një shtrirje të gjitha shtetet dhe është një konkurrencë shumë e madhe, andaj edhe pjesëmarrja në ngjarje të tilla ka një rol të veçantë, andaj edhe puna ime në këtë manifestim kulturor është për të vlerësuar nga të huajt, nga njerëz që vazhdimisht e përcjellin artin, që vlerësojnë punën e krijuesve të tillë dhe puna vazhdimisht është dhe duhet të vlerësohet edhe nga tanët, por mjerisht të ne nuk kemi kritik të mërfilt, nuk kemi njerëz të cilët i hedhin këto të dhana në sipërfaqe, i shpalosin. Prandaj edhe puna ime edhe shumë të tjerë po vazhdon të shpërfaqet në mënyrë sole, thuajse, secili kush ku mundet, ku e gjen veten, dhe unë për këto momente jam i kënaqur që vazhdimisht jam në rrjedh të artit, krijoj vazhdimisht dhe puna ime po vlerësohet sidomos nga të huajt, që është një plus i madh për një krijues shqiptar. E përmende kritikën, mungesën e kritikës këtu në Kosovë dhe vlerësimin nga të huajt. Të ka shkuar në mendje, zotëri Veluli, se arti juaj mund të perceptohet ndryshe jashtë Kosovës? Po sigurisht, se arti nëse është krijuar mbi një bazë të shëndosh, të mirëfillt akademike, atëherë patjetër se do të vlerësohet, po është çështje koha, është çështje e njerëzve të paanshëm, të cilët e shohin vetëm punën krijuese, pa njohur fare autorin. Andaj edhe unë si krijues i disa dekadave, domethënë po him tash në dekadën e 5 gati se, edhe nxënësve të mi, studentëve, ardarsve u këshilloj që duhet të nisën me hapa të sigurt, të shëndosh, të njoh komponentët e artit, rrethanat të cilat jetojmë, prandaj edhe arti i tyre duhet të jetë i shëndosh, mos të jetë art i kohës, art ditor. Andaj unë vazhdimisht i kum largu këtyre gjanave, këtyre perceptimeve ditore, të cilët ndoshta për një moment kanë pas një jehon të shkurtër, por nuk kanë jetë gjatë. Unë në vazhdimsi përpiqem që të krijoj një art të mirëfillt, sa unë mendoj dhe vlerësoj, por kur këto vlerësime vinë nga njerëz të cilët e duan, e çmojnë dhe njohin artin, ajo është një sukses apo një veçantë që duhet edhe të ne të ekzistojnë, po njerëzisht të ne, po them, ende jemi në rrugtimin e ndërtimit të institucioneve, të kapaciteteve njerëzore që mungon gjithsesi. Kur kthehemi paksa edhe tek punimi i cili do të prezantohet apo do të publikohet atje, punimi juaj, ka ndonjë porosi që doni ta përcjellni në nivel global përmes këtij punimi? Po, si çdo punë imja dhe këtë punim i cili do të përfaqet në Bern të Zvicrës, titullohet Loja me kafsh. Kali si protagonist kryesor në këtë lojë është një personazh shumë dimensional. Në vetë Kali ndoshta vetë qenia njerëzore shpërfaqet me sakrificat që ballafaqohet njeri përditshëm, një shqiptari përditshëm, një njeri i rëndomt, një person i cili vazhdimisht kërkon të një realitetin dhe mbi të kërkoj një të ardhme të sigurt, duke ndërtu një rrugë e cila e çon drejt një perspektive shumë të shëndosh. Krijohet një dramë me shumë elemente, duke marrë si fragment ndoshta një detaj të një objekti siç është Kali apo patkoji, kpuca e tij apo barrat i cilën e ka bartë në për periudha të ndryshme historike, me vetë njerin, sepse
Kali për mua është një shoqëruesi i pari vetëm të cilën e ka shoqëruar njerin në për të gjitha periudhat kohore, si në luftë, në paqë, në dasma, në mulli, në tregë, gjithkund, domethënë Kali dhe qeni, këto dy qenje janë të cilët të pandara me njerin. Andaj në shumë punë të mia e shpërfaqi ndoshta jo si Kali përditshëm, të cilët i mësu ta shohin njerëz të rëndom, por një Kal shumë bashkohor, një Kal në lëvizje, duke kërku, duke vrapu, duke hedhë hapat e parë për të ardhmen e tij, domethënë të personazhit apo të njerit që personifikohet përmes këtij personazhi. Duke kthyer ngadalë sërish në Bern, pyetja radhës do të ishte, a mendoni se kjo përvojë do të ndikojë në mënyrën si krijoni art, përvoja e Bernit, e Zvicrës? Po, sigurisht, çdo shpërfaqe, qoftë fizike apo qoftë edhe online, të cilat kohët e fundit është shumë e përhapur, na jep një mundësi për të njohur me zhvillimet e artit gjithkund nëpër botë, domethënë. Edhe kësaj radhe, sigurisht do të shohim një art të ndarëndshëm, shumë dimensional dhe shumë llojshëm, dhe çdo shpërfaqe kolektive ku ka njerëz të cilët frekuentojnë dhe bisedojnë, shkëmbejnë përvoja, është e mirëseardhur për çdo krijues, edhe më të moshtuarit, të cilët ndoshta e kanë përfunduar karrierën, por megjithatë do t'i shërbej për ndonjë vijë, për ndonjë ngjyrë, për ndonjë element të cilët sigurisht do ta marr nga ai takim. Edhe për mua kjo mirëseardhje është, kjo ftesë, ky prezantim është shumë i mirëseardhur për të njohur me artin botëror, domethënë sepse në këtë format në Bern shpërfaqen artistë nga të gjithë bota, domethënë nga 195 sa janë të pranuar, ndoshta 193 nga Kombet e Bashkuara, apo tjerat janë si vëzhgues, apo të cilat edhe Kosova me Tajvanin që nuk njihet nga OKB-ja, por janë shtete të njohura ndërkombëtarisht, marrin pjesë, dhe është një kënaqësi e veçantë edhe për mua si artist nga Kosova, me flamurin e Kosovës më prezantu, është një ndjenjë e papërshkruar. Me siguri që takimet, bashkëpunimet do të lullëzojnë atje, po më trego, zotri Beluli, gjatë shfletimit në rrjetet sociale për ju, në internet pash që do të keni një ftesë apo në një iniciativë në Turqi, na njoftot lutem, sepse ai ishte në muajin prill, nëse nuk gaboj. Po vazhdimisht kemi ftesa për të marrë nëpër ekspozita ndërkombëtare, radha është tash në prill me 10 prill, 11 prill, kështu zhvillohet në Nikde, në Kapadokia. Është një vend shumë i frekuentuar, një vend turistik, dhe kisha kënaqësinë që të jem pjesë e kësaj ngjarje, edhe aty marrin pjesë artistë shumë të njohur nga shtete të ndryshme, po edhe nga Kosova jemi disa, nga Shqipëria dhe shtete tjera. Është kënaqësi sepse në Turqi, megjithëse një vend shumë aziatik apo sa evropian, arti ka marrë një lulëzim shumë të hapshëm, sepse po ngurthen në vete artistë nga të gjitha botat. Këtë du ta përshkruaj nga kolegët e mi, të cilët shpesh jo vretje, po një këshillë thonë, pse në Turqi? Dëgjoni tash, Turqia është një fuqi botërore në çdo aspekt, diplomatik, ushtarak dhe kulturor. Dhe ku të qoftë që merr pjesë artisti, pavarësisht shtetet, aty është kultura e shteteve tjera. Aty kemi amerikan, kemi gjerman, kemi rus, të cilët arti rus ka bë revolucion në shekullin e 18, 19, 20. Dhe shpërfaqja ime dhe gjithë kolegëve të mi, ku të qoftë jashtë Kosovës, është e mirëseardhur, jo vetëm për krijuesin në fjalë, por për vetë shtetin, sepse unë vazhdimisht ku jam prezantuar jashtë Kosovës, në posterin aty ku është emri im, edhe figuron flamuri i Kosovës. Andaj me krenari unë e ndi veten që e përfaqësoj denjësisht, mundohem, përpiqem ta përfaqësoj denjësisht me punën time krijuese Kosovën, shtetin e Kosovës më të dashur. Zotri Beluli, neve na kanë kaluar minutat, ne urojmë që
Pas këtij projekti në Bern, po pse jo edhe pas Kapadokjës në Turqi, ju të jeni të motivuar dhe më tej të keni edhe shumë projekte të radhës, ne takohemi pra në studio me ato projekte. Shumë faleminderit për juve për ftesën, për shpalosjen e krijimtarisë ime vazhdimisht në Radio Televizioni Kosovës, që nga vitet e 80-ta si student më ka përcjell në vazhdimsi gazetar të televizionit stafi. Jam mirënjohës për juve dhe sigurisht do t'ju ofroj edhe hera të tjera mundësi që të bashkëbisedojmë, bashkëveprojmë në këtë drejtim në artin dhe kulturën kosovare shqiptare. Faleminderit, me kënaqësi. Gjithë të mira juve, ishte kënaqësi. Mirupafshim. Filharmonia e Kosovës në bashkëpunim me Operën e Kosovës dhe të mbaj koncertin e radhës më 19 mars, duke filluar nga ora 19:30 në sallën e kuqe të Pallatit të Rinisë në Prishtinë. Sipas njoftimit të Filharmonisë, kjo mbrëmje vjen si një ndalesë e rëndësishme përpara paraqitjes së orkestrës në Filharmoninë e Berlinit. Në drejtimin e dirigjentës Marion Wood, programi sjell një përzierje të repertorit romantik me vepra bashkëkohore. Në skendë të interpretohen kompozime nga Schumann, Beqiri dhe Dvorak. Koncerti konsiderohet si një nga ngjarjet më të rëndësishme të këtij sezoni, duke sjellë në një mbrëmje të vetme orkestrën dhe korin në një program të pasur artistik. Më 28 mars në Kongres Centrum Allresto në Bern, me organizim nga Lidhja Shqiptare në Bodë, do të mbahet promovimi i librit Klithma të autorës Alketa Gashi Fazliu. Libri sjell rrëfime të fuqishme dhe tronditëse të fëmijëve të gjymtuar gjatë luftës në Kosovë. Përmes dëshmive të tyre, autorja ndriçon pasojat më të dhëmshme të luftës, plagët që mbeten jo vetëm në trup, por edhe në shpirt. Klithma vjen si një thirrje për kujtesë dhe ndërgjegjësim, duke rikujtuar se pas çdo statistike të luftës, fshihen histori njerëzore të dhimbjes, por edhe të forcës, guximit dhe shpresës për të vazhduar përpara. Promovimi në Bern pritet të mbledhë dashamirës të librit, përfaqësues të komunitetit dhe publikun e interesuar për të reflektuar mbi një kapitull të rëndësishëm të kujtesës kolektive. Kosova dhe Shqipëria do të përfaqësohen nga artistë të rinj në festivalin ndërkombëtar të muzikës The Golden Voice Malta, që do të mbahet nga 27 deri më 29 mars në Maltë. Kosova do të përfaqësohet nga drejtoresha e organizatës Moll Kuqe, e cila ka marrë ftesë zyrtare për të qenë pjesë e panelit të jurisë profesionale. Ajo gjithashtu do të udhëheqë delegacionin e Kosovës në këtë kompeticion, i përbërë nga konkurrentët Ilda Nuhiu, Dalina Haxhiu dhe Brekinda Ukshini. Në drejtimin e saj do të jenë edhe delegacioni përfaqësues nga Shqipëria, i përbërë nga Roslin Krate, Arlind Maxhiri dhe Elea Dula. Këta artistë kanë siguruar pjesëmarrjen e tyre pas suksesit në festivalin ndërkombëtar Rising Stars, ku drejtoresha Evelina nga Malta ishte e pranishme dhe shpërndau ftesa për talentet pjesëmarrëse. Sipas organizatorëve, përgatitjet për pjesëmarrje në këtë festival janë realizuar me standarde profesionale dhe me synim që artistët të përfaqësojnë denjësisht vendet e tyre. Drejtoresha e festivalit Rising Stars në Kosovë, Arta Haziri Nuhiu, tha se është krenare për talentet që po përfaqësojnë vendin dhe për mundësitë ndërkombëtare që u janë ofruar. Në edicionin e sivjetëm të Golden Voice Malta marrin pjesë artistë nga disa vende përfshirë Bullgarinë, Lituaninë, Bosnën, Estoninë, Sloveninë, Poloninë, Spanjën, Rumaninë, Malinezi, Letoninë, Kosovën, Filipinet dhe Maltën. Festivali do të mbahet pra në Maltë, e njohur për skenën e saj muzikore dhe ngjarjet ndërkombëtare kulturore.
Zona arkeologjike e Bylis Klos është një nga pejsazhet më të rëndësishme historike dhe kulturore në Shqipëri, ku ndërthuren trashëgimia e qytetërimit i lirë, historia antike dhe pejsazhi unik i Mallakastrës. Në një postim në Facebook, Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit të Shqipërisë, Blendi Gonxha, ka shkruar se qyteti antik i Bylisit, një nga qendrat më të mëdha ilire së bashku me Nikajen, një nga qendrat kryesore të koinonit të bylinëve, përbëj një dëshmi të rëndësishme të organizimit politik, urban dhe kulturor të antikitetit. Përmes bashkëpunimit ndër institucional mes Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe Agjencisë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, po ndërmerren hapa të rëndësishëm për ruajtjen, administrimin dhe promovimin e këtij parku arkeologjik, duke synuar konservimin e vlerave historike dhe zhvillimin e tij si një destinacion i rëndësishëm kulturor dhe turistik. Artisti kosovar Luan Bajraktari po merr pjesë në ekspozitën Air Krizinger Residency Artist, e cila do të mbahet në galerinë pra në Vjenë, Austri. Kjo ekspozit vjen si rezultat i ftesës për të qenë pjesë e programit të njohur të rezidencës artistike Krizinger Air 2025. Në kuadër të këtij programi, Bajraktari ka zhvilluar një periudhë krijuese në rezidencën e galerisë në Kuberton, Kroaci. Në Vjenë, ai po prezantohet me një seri punësh që përfshin skulptura në bronz të frymëzuara nga vegla të zakonshme pune, si dhe vizatime të tjera. Përmes këtyre veprave, artisti transformon objekte të përditshme, duke i zhvendosur nga funksioni i tyre praktik në një kontekst reflektues mbi përditshmërinë, punën dhe raportin mes objektit dhe hapësirës. Ekspozita mbledh artistë nga vende të ndryshme dhe përfaqëson një platformë ndërkombëtare të rëndësishme për artin bashkëkohor. Dhe kështu për të mos humbur asgjë nga lajmet e fundit, na ndiqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com. Të nderuar shikues, ne këtu po e përfundoj magazinën Art Kultur për sot. Ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe mirupafshim sërish nesër.